Në rastin normal, 12 maj, po fituan këta, do t'jetë më i tmerrshëm se tani. Pse? Sepse këta do të marrin mesazhin që po dhunoje, prap të voton. Po vidhe, prap të voton. Po largoja fëmijën nga dheu, prap të voton. Po lëre me pension minimal që si jeton dot, prap të voton. Dhe ata do të shtypin edhe më shumë, sepse ju prap do i keni votuar. Ndaj është e rëndësishme që në 12 maj të ketë një ndryshim të madh, të mos jenë ma ata, po të jemi ne, të mos jenë ma ata, po të jetë ndryshimi, të jetë rinia, e cila ka ide të reja, ëndra të reja, standarde të reja, tjetër ndershmëri, për ta çuar Shqipërinë përpara. Kështu që me shpirt do t'ju lutesha, mos vazhdoni me të vjetrën. Çoni nga kjo sau, që është një sau lirie, është një sau njerëzish që vinë me vunet, dhe ekni te lagjet tuaja, te familjet tuaja, te krushqit tuaja, te të afërmit, te ata me të cilët bëni biznes, te ata të cilët kanë besim te ju, dhe bindini që është koha për ndryshim, bindini që është koha për të ndëshkuar ata që e vonë në Shqipërinë, bindini që duhet të sjellojmë një elitë të re politike për të bërë një ndryshim të madh në Republikën e Shqipërisë.